Një studim i Institutit të Vjenës për studime ekonomike ndërkombëtare paralajmëron se emigracioni në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor do të vazhdojë të jetë më i lartë në vitet e ardhshme. Ky fenomen prek kryesisht të rinjtë dhe të arsimorit, të cilët kërkojnë paga më të mira dhe mundësi zhvillimi profesional. Dy faktorë kryesorë nxisin këtë valë emigracioni: kushtet e këqija ekonomike në vend e rajon, përfshirë papunësinë dhe pagat e ulta, si dhe kërkesa e lartë për fuqi punëtore në Bashkimin Evropian. Sektorët më të prekshëm nga mungesa e punonjësve janë shëndetësia, teknologjia e informacionit e po ashtu dhe ndërtimi. Edhe pse anëtarësimi në Bashkimin Evropian mund të sjellë përfitime ekonomike për vendet e Ballkanit, ai gjithashtu mund të përshpejtojë emigrimin duke arritur konkurrencën dhe punëtorët e kualifikuar. Studimi tregon se bizneset në Shqipëri, Serbi dhe Bosnjë përballen me vështirësi të mëdha në gjetjen e punëtorëve në mungesa që arrin deri në 25% në disa profesione. Gjermania mbetet destinacioni kryesor për emigrantët nga rajoni me 40% të anketuarve që zgjedhin këtë vend. Megjithatë, studimi thekson se përveç arsyeve ekonomike, emigrimi ndikon edhe nga lidhje sociale dhe mundësitë profesionale në vendet përkatëse. Për të frenuar këtë fenomen, studimet tregojnë se vendet e Ballkanit duhet të përmirësojnë tregun e punës, të ofrojnë paga konkurruese dhe të krijojnë më shumë mundësi për karrierë, në mënyrë që të rinjt të mos shohin emigrimin si zgjidhje e vetme.